transportuar në Shqipëri dhe keni të qartë se çfarë ndodh. Mund të adresoni dot të çështjen programin elektoral? Sonila, sipas meje, të ardhurat e krimit organizuar shqiptar në përbot, në bashkëpunim edhe me partnerët e tyre, janë më të mëdha se sa buxheti vjetor shtetëror i Shqipërisë. E thënë kjo sfida që të përballet qeverisja e ardhshme është sfidë jashtëzakonisht e madhe, por ka një gjë. Krimi organizuar sado i fuqishëm që tjetë ka një pikë të dobët. Pika dobët është lidhja me politikën. Në moment që bëhet shkputja e lidhjes me politikën, edhe krimi organizuar dobësohet. Ajo do ndodhë më njëherë. Edhe në programin e Partisë Demokratike, i cili u shpall sot, nuk është rasti që u la i fundit për të shpallur, sepse të gjitha programet sektoriale të Partisë Demokratike, që janë jashtëzakonisht ambicioz, por edhe real, do të ishin të pakuptimt, pa një program konkret për rendin dhe sigurinë, sepse në fund të fundit gjitha projektet, investimet e huaja direkte në Shqipëri, do jenë pa kuptim të nëqoftë se nuk adresohet çështja e rendit dhe sigurisë. Për mua sfida më e madhe e ekonomisë së Shqipërisë është zëvendësimi paras pistë me para të pastër. Në ç'kuptim? Gjithçka që ndërtohet sot, ose pjesa dërmuese që ndërtohet sot, është pastrim paraje, ose nga krimi organizuar, ose nga korrupsioni. Është para e madhe në treg dhe kushdo që njeh financat dhe njeh tregun, largimi i paras në mënyrë të menjëhershme sjell në kolaps. Adresimi i kësaj do bëhet duke larguar para në pistë nga tregu dhe duke zëvendësuar menjëherë me paran që vjen nga investimet edhe brenda, por kryesisht nga investimet e huaja direkte. Se më shkopë shumë larg. Është frika edhe brenda kësaj fushate elektorale, shkalla e ndikimit të parasë së krimit organizuar. Nuk kemi asnjë dyshim për këtë pjesë. Shiko, në zgjedhjet e lokale të vitit kaluar, vetëm nga buxheti i shtetit janë hedhur 300 milion euro për të ndikuar drejt për drejti në zgjedhje. Janë hedhur për tërmetin, janë hedhur për përmbytjet, janë kompensuar njerëzit në Kamës 3 herë për përmbytjet, që në Kamës nuk ka ndodhur përmbytja. Është ndodhur në shpërblyer në zonën e Durrësit, në zonën e Vorrës, në gjithë të zonën përreth Laçi, Kurbini, gjithë kjo zonë janë shpronësuar për gjëra që nuk kanë ndodhur. Janë përdorur para plasë nga buxheti i shtetit në mënyrë masive, 300 milion euro direkt nga buxheti i shtetit për zgjedhje lokale. 300 milion euro me një popullsi që po themi maksimumi 2 milion votues, imagjino se sa është shifra. Pa llogaritur këtu përfshirjen e krimit të organizuar. Me beso, në Shkodër, në Lezhë, në Kurbin, në Kruj, në Fushkruj, në Vorë, në Durrës, në Elbasan, në Firë, në Vlorë, shtabet elektorale të Partisë Socialiste kanë qenë shtabet të krijuara, të drejtuara dhe të financuara nga grupet e krimit organizuar. Nominalisht. Edhe vëzhguesit, edhe numëruesit, edhe komisionerët kanë qenë një përfaqësues të Partisë Socialiste, por kanë qenë të shkuarën, po në të tashmen? Jo, e lidha me këtë për të arritur në një pikë të caktuar. Në këto kushte, në kushtet politike kur ishte Partia Demokratike, në kushtet kur nuk kishte logon dhe flamurin dhe vullin e vetë, në kushtet kur nuk lejohej që kryetari i partisë të regjistrohej, në kushtet kur Partia Demokratike nuk u lejuar të